A kina i mesazh për këtë protestë drejtuar Albin Kurti? Po Albin Kurti du të më shku me përkrah protestën. Se Albin Kurti është ka uzë jona, se ka thonë do i bashkoj trojet edhe po të thonë. Shekulli i shqiptarëve është. Impuls në una Shqipëri ka impuls. Këta djemë më kanë ngrit impulsin. Mu më keni përkrah. Nësë është nevoja mu shi pushkën me dy, edhe horra du të mi nga e zhakë si qena me e të rëgu venin. Se këj ven, na kem gjak me dhonë për Amerikën, edhe për Izraelin, gjak jepi, familjen e jepi, krejt. Tokë nuk shesim se është toka jonë, shqiptare. Bravo. Nuk shitën toka tona. Me 1000 vjetë jenë më numën e marë toka, nuk mujnë me në marë kokë është toka tona. Bravo, bëtë. Për da s'kena tokë më shitëna. Na kena me dhonë jetën për Amerikën, aleat më të mirë të botë i ka shqiptarët. Na edhom jetën për juve Amerikanë, edhe për Izraelit. Se na kanë i mundit shtira. Po ju tokën me shqit tokën tonë. Bravo, Bemus, bravo. Ajo arrujt ekstra për vllazërit tonë, për fëmijët tonë. Shpesh mburrëm me shpendin, je djali kumpletum, e ke për këndime, me familje, beson Zotin. Shumë nina kanë ardhur edhe për emisionin tonë, që përmes emisionit tonë i kum prezantu vlerat e mia, luftëtarët Ta ma puna mu se meritanti. Luftëtarët vërtet, këto ka me bësh, se nona jonë ka nevojë për impuls. Do të kite. Çfarë ka mendoni? Në ratë parë unë mendoj. Ratë parë jam shumë i prekur që për fjalët që ta baca, edhe të falenderoj shumë, nuk e meritoj, unë nuk e meritoj të më puthur dorën, po është vlerësim shumë i madh. Puthi dorën si ardhmëria jam. E dyta bac, faleminderit që na jep zemër që të vazhdojmë se luftat janë hibride, janë të ndryshme, ca me pushk, ca me tru e gjitha me radhë, ne jemi të loja shaut akoma, e në radhë 3 do ta mbyll me një batut që ta ulant balla do na bëj prap marketing, mua aty dhe bacës tani, duke na quajtur fashista. A kupton, duke na quajtur fashista se kemi thënë për luftë. Por realisht bac ka ardhur luftë sepse këta janë zbatuesit kryesor të tezave të Vaso Çubrilovićit. Ti zhdukim shqiptarët, është në Akademinë e Shkencave të Serbisë dhe është motamo çapo ndodh me Shqipërinë, me Kosovën, është tezat e Çubrilovićit. Ti vrasim e ti zhdukim anti-amerikanizmi, ti zhdukim e ti bojmë. Shqiptarët nuk mund t'jenë kur se si anti-amerikan dhe anti-izraelit, sepse neve, jo vetëm që izraelitët është i vetmi vend ku SS-ët në krye, më thënë, kur ka pas shtetin në krye Xhafer Devan, SS-ët ishin treshtuar dhe izraelitët hebrejt kalonin para trupave SS për t'u dislokuar e për shkuar në Amerikë. Është i vetmi vend në botë që e ka bogët. E para. E dyta na kanë ndihmuar për Kosovën. Pra na kanë kthyer nderin që u kemi bë, na kanë ndihmuar për Kosovën. Këto janë fakte historike që neve sido që ta kemi interpretimin për Izraelin apo për Bibi Netanyahu, nuk e heqim dot. Por ta dini shumë mirë, atë pushtuesin e brendshëm që thoshë nuk kemi pushtues të jashtëm, janë tezat e Nikola Pashić. Do paguajmë shqiptar për të vrarë shqiptar se s'do t'i vrasim me dorën tonë. E kanë arkiv. E gjen në Shqipëri, ta sjell që ta transmetosh edhe në emisione tjera. Pra, neve që na shajnë, na quajnë agent Iranit, agent Grekut, agent Serbit e gjitha me radhë. Të Mossadit. To janë thjesht marketing, o bac ti e ke dhënë vlerën tate, kur të dashur, kur ka thrit kombi, e ke marr snajperin, edhe e ke dalë në mal, edhe i ke marr jetën armikut duke rrezikuar jetën tënde. Jo Edi Rama thoj ty, po në 500 mijë si Edi Rama nuk të afrojnë te maja e Kpucës. Për burrni. Tashi, se ti, unë kam pasur fatin e keq që të mbështesja Berishën. Ti ke fatin ndoshta të mirë të mbështesesh Albinin se ashtu gjykohet. A kupton, ashtu e gjykon ti. Unë nuk jam tagrin për të folur për politikat e brendshme të Albinit sepse nuk e njoh realitetin e Kosovës, e njoh me perceptim marr Sadrian, marr tezën, marr burrin e tezës. Të gjithë janë irracional, pra janë si to shpendi dy, janë në perspektivën e tyre. Siç mund të flasësh mua për Edi Ramën, unë do ta nxit ty, se nuk e kam qef. Në qoftë se është kështu siç thua ti, që populli e ka kuptuar që ky është sovranist dhe do kombin, jetoft dhe rënoft në 100 vjet tjera vetëm Kosova mos shitet. Unë kam problem, aq sa e njohun politike, me asociacionin e komunave serbe. Shtet paralel mrena shtetit nuk duhet me leju bac. Nuk e lejojnë. Nuk duhet me leju protesta. O jo Albini, po shpendi me arnesër. Nuk e lejojnë. Që ti i puthe dorën sot me thonë asociacioni duhet me mdal kundër bace me mshty. Se kjo është vlla jot me dal nesër. Me thot do ta heqim këtë se na duhet me i dal kundër. S'ka fjalë, vajtona. Shkojmë me një argument, kërkoj falje shpejt. Po. Shkojmë me një argument. Mu sot më thirrë një burr tha, "Mus ma jep mendimin tënd."
Tha për shtu pasaporta që ko janë shënë sebe. Thasha beshesat pa ditën e ju popullim. A ko gjë më të bukën bot, si o ka pro punën sebe, se që ta seb 70% që janë sebi janë shqiptar ortodoks. Shqiptar, nuk ka pas seb, ka erdhen ata seb. Shqiptar ortodoks. Jonë. Thash ja u ka pro punën sebe, më arë me monë është të cinë kosovare, me mujtë këtë sebin është i marë me monë është të cinë kosovare. Thash domi ka shenë nga këta, Edi Roma nga këta komandonda, si disa njerë, që e shetën e bun biznes Kosovën, ku shkun 900.000 shqiptarë e kanë marë në shtëtsinë serbe. Kur jonë sot komandon 300.000 njerëz i kishë sot i kanë pasaportat